Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot do ju tregoj një nga recetat më të thjeshta që në familjen time preferohet shumë dhe jam e bindur që pasi ta provoni do bëhet edhe preferuara juaj. Është nga ato recetat që do ju marr vetëm 5 minuta kohë për ta përgatitur. Fillojmë pa humbur kohë. Në tigan do shtojmë 2-3 lugë vaj ulliri ose vaj lulediellit, çfarëdo lloj vaji që përdorni ju në kuzhinë. 3-4 speca të kuqe ose jeshile, i ndajmë në copa dhe i skuqim në zjarr të ngadalt derisa të zbuten dhe të jenë gati. Pasi janë gati do të shtojmë një lugë gjelle me miell gruri, mund ta bëni edhe me miell misri, 10 gram gjalp ose rreth 2 lugë gjalp. Do vazhdojmë skuqjen përsëri derisa mielli të marrë pak atë aromën e mirë dhe pasi është gati do të shtojmë 300 ml qumësht, krip, hudhër, spec të kuq dhe piper të zi. E përzijem masën pak dhe shtojmë 100 gram djath, mund të shtoni çfarëdo lloj djathi që ju gjendet në shtëpi ose djathin tuaj të preferuar. Do ta përzijem edhe për pak sekonda në zjarr të ngadalt. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhi një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Gjithashtu është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment. Është një recetë shumë e shijshme, siguroni të keni bukë pranë vetes dhe do më kujtoni gjatë për shijen e saj. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like. Faleminderit!